Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV ditën e sotme për të zbuluar një peshqe fantastike, një peshqe që jo zyrtarisht thuhet që do t'jetë pjesë e Big Brother VIP Albania 5. Por disa prej tyre janë edhe zyrtar. Unë do t'jap 5 emra, por para se të filloj me këto 5 emra, se kush është banori i Big Brother VIP Albania 5, banori që do të na dhuroj energji, banori që do të na dhuroj pozitivitet, banori që do të na dhuroj spektakël, mendoj që është një përzgjedhje mrekullueshme dhe mendoj që do të krijohen dinamika interesante brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Fillimisht njëherë do të flasim për moderimin. Moderimin këtë vit pritet që ta spikas edhe më bukur, t'jep edhe më shumë energji, t'jep edhe më shumë pozitivitet dhe të krijon më shumë meme. Ledion Liço, më i preferuari juaj, që Ledioni në fakt me hyrjen e tij, me rikthimin si moderator, sepse Ledioni ka moderuar edhe më herët Big Brother dhe ka shkëlqyer dhe në moderimin që ka patur, do me thënë nuk kanë qenë këto Big Brotherat VIP që janë sot, por ka qenë Big Brotheri me personazhe të thjeshtë, të cilët nga kjo eksperiencë kanë fituar famën dhe janë bërë VIP. Ledioni pritet që të jetë moderatori i këtij spektakli, ka patur një sukses të jashtëzakonshëm në 2 edicionet e mëpërparshme, do me thënë mori atë dritën e gjelbërt nga publiku, mori okejn, edhe me shumë kënaqësi, me shumë dashuri, me shumë energji pozitive, Ledion Liço do të na kënaq çdo ditë në Big Brother, por edhe çdo puntat. Tani, ju doni të dini se kush janë 5 banorët e parë të cilët do të hapin dyert e shtëpisë më të bukur shqiptare. Nga e kaluara kemi arritur të kuptojmë që produksioni Top Channelit, produksioni Big Brotherit, pasi që janë 2 produksione të ndara, investojnë pafund që të krijojnë shtëpi të mrekullueshme, shtëpi fantastike dhe shtëpi me dizajne që në fakt na mbesin kujtim, na mbesin ëndër. Dhe pikërisht në këtë shtëpi këtë vit do të kenë fatin të hynë Kleoniki, një vajzë charmante, me një pamje joshëse, me një karakter shumë femror, me një natyrë shumë pozitive, një vajzë që publikun e ka bërë për vete me stilin e saj unik dhe tepër tërheqës. Domethënë Kleoniki pritet moment në moment që në mes të dhjetorit, konkretisht në datën 24, në natën kur të gjithë jemi duke kremtuar dhe festuar, atë natë manifestojmë edhe fillimin e Big Brother VIP Albania 5, një rrugtim të bukur. Do të thënë Kleoniki pritet që të jetë banorja që do të jetë pjesë e kësaj shtëpie. Tani ju të gjithë e njihni natyrën e Kleonikit, e dini se çfarë karakteri ka, e dini se çfarë personazhi është dhe pritet që të shijoj pafund këtë shtëpi. Më pas, i dyti është një personazh i mrekullueshëm, është një djalë që në Portokalli na ka dhënë gjithmonë dashuri, na ka dhënë gjithmonë pozitivitet, na ka dhënë gjithmonë energji të bukur, bëhet fjalë për Akil Varfin. Tani unë kam patur fatin ta intervistoj Akilin, është një djalë i mrekullueshëm, është një djalë me shumë vizion, është një artist i lindur, do me thënë është aktor i lindur, dhe besoj që brenda shtëpisë së Big Brotherit do të na dhuroj shumë emocione. Big Brotheri ka nevojë, do me thënë ato banor që pas 1 muaj, 2 muaj bëhen si me qenë në xhungëll, ka nevojë për një aktor të tillë, ka nevojë për një personazh të tillë, ka nevojë për një njerëz të tillë që të na fal emocion, të na fal dashuri, të na fal pozitivitet dhe energji të bukur. Pastaj bëhet fjalë për Roert Toçe. Roert Toçe, një personazh i njohur shqiptar, i cili na ka dhuruar gjithmonë atë energjinë e bukur, por e kemi njohur në atë natyrën e tij serioze. Besoj që Big Brotheri do ketë mundësinë që t'i dhuroj emocione të ndryshme, do ketë mundësinë që t'i nxjerr
profile të ndryshme që ne ndoshta, por nuk kemi patur fatin që t'ja shohim dhe presim në Big Brother që t'jeti veçantë. Dhe personazhi tjetër është Klevis Çelaj. Klevis Çelaj, një personazh i njohur për publikun shqiptar, një hyrje interesante do t'jetë brenda shtëpisë së Big Brotherit, do të thënë janë bota interesante dhe i shumë komentuari Vitmar Basha, gjithashtu dhe Kostana Morava. Do të thënë janë këto 6 personazhe të cilët përfliten se do të jenë pjesë e spektaklit të radhës Big Brother VIP Albania 5. Mendoj që është një zgjedhje e mrekullueshme, do të thoni pse, sepse duke që janë karaktere dhe personazhe të ndryshëm, do me thënë natyra të ndryshme, me shumë gjyra, me shumë botë, Big Brother i këtë gjë do me thënë do personazhin interesant, dhe pikërisht kjo përzgjedhje është përzgjedhja e duhur për të gjitha ato të cilët do të kenë fatin të shijojnë momente të bukura dhe të kënaqen me Big Brother VIP Albania 5 këtë vit. Do me thënë, po përzgjidhen, vazhdojnë të përzgjidhen, kemi edhe një muaj kohë, për ne mund të jetë afat kohor i gjatë, por për produksionin, për producentët nuk është afat kohor i gjatë. Shtëpia është në punë e sipër, Lori Hoxha ka marrë përsipër një rrugtim të vështirë, do ta thoja sa do të bukur, për investime goxha dhe për të bërë një shtëpi tepër luksoze, do të thënë do të jetë një shtëpi ndryshe nga ajo se çfarë ne kemi parë vitet e kaluara, do të thënë do të ketë investime mbi investime, që në qoftë se vitin e kaluar kishim një super tualet të bukur, një super dhomë gjumi fantastike, një dhomë denjet mrekullueshme, këtë vit do të kemi fatin të kemi gjëra dhe më interesante dhe kështu që ne do t'i ndjekim, do t'i shohim dhe do t'i shijojmë në fakt këto gjëra. Presim që nga dhjetori, për opinionistët akoma nuk kemi një detaj të afërt se a kemi opinionist personazhe të cilët ne i kemi përmendur apo nuk do vazhdojnë do të jenë, a do të jetë Arber Hajdari një opinionist i cili vazhdon me vite të tëra të jetë besnik ndaj një kompeticioni të tillë, më thënë presim në vazhdimsi se kush do të jenë, çfarë do të ndodhë dhe si do të organizohen gjërat, do të thënë presim për një spektakël të paparë, për një spektakël të mrekullueshëm. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe për të arritur të merrni të gjitha informacionet. Unë siç kam komentuar Big Brotherat për vite, do vazhdoj të komentoj edhe këtë vit me patjetër si këtë të Shqipërisë, si Big Brotherin e Kosovës, por tani domethënë kanë filluar të zbulohen emrat të personazheve në Big Brother VIP Albania, sepse siç duket po përgatiten për të na dhënë një spektakël të papar. Ju vazhdoni ta ndiqni, ne do të takohemi sërish së bashku me patjetër me lajmet e radhës.